Me sfushorim e tipare sulmuese, Bersant Celina ka kritikuar gjyqtaren kryesore pasi mori karton të verdhë për të dytën ndeshje radhëzi në humbjen e papritur ndaj Varnamo. Ylli kosovar si zakonisht ishte titullar te AEK-u, megjithatë në minutën e fundit të ndeshjes, shkaku i ankesave u ndëshkua me të verdhë dhe si pasojë do t'i mungojë skuadrës në përballjen e ardhshme. Pas ndeshjes, Celina shpërtheu me kritika ndaj gjyqtares Tess Olofsson, duke i thënë se nuk di të referojë dhe arsyeja sepse reagoi në atë mënyrë ishte sepse kundërshtari e meritonte kartonin e kuq. Nuk e di çfarë ndodhi, di vetëm që kishte një ndërhyrje shumë lartë mbi gjuhë, për mua është kartoni kuq 100%. Në fund përfundoi situata duke marrë unë karton të verdhë, është e pabesueshme, është 100% kartoni kuq, nuk mund të ndërhysh një lojtar mbi gjuhë. Ajo arbitria duhet të kuptojë se pse po reagoi në këtë mënyrë. Mora kartonin e dytë të verdhë dhe do të mungoj në ndeshjen e ardhshme sepse ajo nuk di të referojë. Për Celinën, kjo është hera e parë që do të mungojë në një paraqitje për AEK-un, atë në derbi ndaj Hamarbit. Nuk ndjehem mirë, nuk ka munguar në një ndeshje që kur erdha te AEK-u. Jam shumë i zhgënjur. Përndryshe, Celina nuk është ftuar nga përgjithësi Franco Foda për 2 ndeshjet e muajit tetor të Kosovës, kur ka zënë vetëm një vend në listën e rezervë.